E shohim që tash haxhi i përmbledh gjitha, si shtyllë pesë e Islamit, duke u kthyer në shtylla tjera. Nëse kthehemi te namazi nuk kërkon pasuri, nuk kërkon as financim, as investim, as ndonjë harxhim. Ai i cili fal namazin, merr abdes dhe Allahu Akbar e kryen namazin e tij. Nuk ka harxhime financiare. Nga ana tjetër, nëse kalojmë te zekati nuk ka ndonjë lodhje fizike apo ndonjë mund, apo nuk kërkon shëndetin e besimtarit që ai të jep zekat. Ka pasuri e jep zekatin edhe nëse i mungon shëndeti. Nga ana tjetër, agjërimi i kërkohet besimtarit të agjeron nëse ka shëndetin, mirë po nuk i kërkohet atij gjithashtu investim apo harxhim në aspektin financiar. Tash në fund haxhi si shtyllë e pestë i përmbledh gjitha këto, edhe adhurimin e zemrës, edhe çiltërsinë e shpirtit, edhe sinqeritetin i cili bëhet vetëm për hir të Allahut Azza wa Jall, mirë po nuk mjafton me aq. Pastaj kalon ana shëndetësore, ana fizike, që njeriu të ketë mundësi, nga se haxhi nuk është i thjeshtë që ka mundësi të shkon njeriu ta bën një ibadet për një kohë të shkurt me një mund të lehtë dhe të kthehet. Haxhi ka obligime, ka angazhime, ka lodhje. Është realitet që ka lodhje, duhet mundohet besimtari, andaj i cili nuk e ka shëndetin vetëm se nuk i obligohet.